Tu jemi pikërisht në një nga burimet që furnizon lumin Erzen. Aty uji është pak gradë mbi Celsius. Temperaturat janë shumë të ftohta këtu. Dhe të vish deri këtu, duhet të vish në rrugën dhe të zbresësh me këtë humner deri lart. Deri lart ku janë gjethet atje, ku duket jeshile, dhe të zbresësh me këtë masiv burrësh për të mbërritur deri këtu. Dhe nuk dalon këtu, aventura vazhdon kamion duke vajtur Andrea. Është fantastike, është realisht tu në këtë pjesë të kamionit fryn shumë. Shiko, është shumë fresk, ndërkohë që në Tiranë temperaturat mund të jenë vrastare deri në 40 gradë. Tu nuk besoj se mund të jetë më shumë se 25 gradë, nuk ma do mendje. Freskia në maksimum, ka oksigjen, ka ajër, ndiej mirë dhe vazhdoj aventurën. Do tentoj të shkoj pikërisht aty ku është dhe dalja e këtij burimi.